Në një artikull të botuar në të përditshme britanike Express thuhet se koha me diell dhe perëndimet nuk ishin e vetmja gjë që më bëri përshtypje në udhëtimin tim në këtë pikë të nxehtë të Ballkanit. Kompania ajrore hungareze zbuloi se plazhi shqiptar i Durrësit ishte një nga plazhet më pak të mbushura me njerëz në muajin prill, me një numër të ulët vizitorësh ditor. Vitet e fundit, Shqipëria është shndërruar në një destinacion popullor për turistët britanikë, e njohur për plazhet e saj bruz dhe peizazhin e thyer, që është perfekt për ata që kërkojnë të eksplorojnë me këmbë. Në kërkim të pushimeve relaksuese me diell të garantuar, unë dhe disa miq vendosëm të rezervonim një udhëtim në Durrës verën e kaluar, duke mos qenë kurrë më parë në Shqipëri, mezi prisja të zbuloja vetë pse ky vend i vogël evropian ishte një destinacion kaq popullor për pushuesit e huaj. Zgjodhëm Durrësin pasi na kishte mbetur vetëm disa ditë dhe qyteti i bukur bregdetar ndodhet vetëm 45 minuta me makinë nga kryeqyteti i Tiranës, ku është aeroporti kryesor ndërkombëtar i vendit. Fluturimi nisi direkt nga aeroporti London Stansted, i cili zgjati për rreth 3 orë, ja vlente absolutisht për disa ditë në vendin ballkanik. Ne qëndruam në një hotel të vogël të bukur, vetëm disa minuta me këmbë nga plazhi dhe temperaturat shënonin në 28 gradë Celsius gjatë gjithë kohës që ishim atje. Sigurisht që nuk do ta përshkruaja plazhin si të qetë, pasi ne vizituam atë vetëm gjatë muajit korrik, i cili konsiderohet kulmi i sezonit turistik në Shqipëri. Megjithatë, ishte tepër e lehtë për të gjetur hapësirë të mjaftueshme në plazh për të rezervuar shezlone që ishin të lira, duke kaluar ditën në Bregdet derisa dielli të zhdukej në perëndimet më të pabesueshme çdo natë. Ajo që më la më shumë përshtypje ishte mikpritja dhe cilësia e ushqimit. Pjatat me sardelet të sapo kapura, spaghetti dhe risotto, pica krokante dhe sallata greke të mbushura me perime të freskëta ishin vaktet më të shijshme që kemi provuar. E vendosur në gadishullin ballkanik, fqinje me Greqinë dhe Malin e Zi, Shqipëria ka lidhje të forta me Italinë dhe kjo ishte padyshim e pranishme në ushqimin dhe mirëpritjen miqësore që përjetuam. Resortet që ndodheshin pikërisht në plazhin e Durrësit shërbenin ushqim cilësor dhe me koste të përballueshme për një vakt, një pjatë kryesore dhe pije pagova 10 pound, ndërsa Durrësi është i mrekullueshëm për disa ditë buz plazhit, me shumë hotele dhe restorante aty pranë dhe me vendodhje të përshtatshme fal afërsisë me Tiranën. Plazhet më në jug janë padyshim piktoreske, që shpesh u referohen si riviera shqiptare. Patjetër që do të kthehem në Shqipëri, por herën tjetër do të jap vetes më shumë kohë për të eksploruar këtë rajon të vendit dhe plazhet e tij spektakolare.